kufit e Kosovës janë definuar që nga nota nona. LDK-a shquhet për dialog. LDK-a do të veprojë në zbatueshmërinë e këtyre ligjeve dhe kushtetues, qoftë edhe përdorimin e forcës policore apo nëse bazat edhe ushtarake. Faleminderit. E para që duhet të kemi qartë gjithë ne edhe gjithë ata që të proklamojnë që është ri suverenitetin veri, kufit e Kosovës janë definuar që nga nota nona, edhe simbolet shtetërore për fri flamurin, preambulat edhe gjitha fatbarësisht me javëqelë që të gjithë janë kufit e Kosovës edhe shtarta e Kosovës aty. E kemi edhe mbrapa që edhe në këtë hartë nuk po flet kurkun që është nda me Kosova. Kështu që natyrisht që secila parti politike besoj që i din kufit dhe integriteti i Kosovës nuk diskutohet. Nuk besoj se faktori ndërkombëtar as ndaj LDK-s as cilës do qoftë qeveria cila do tjetë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit do të insistonte që ndryshojnë të kufi. Dhe asnjë kërkesë se faktori ndërkombëtar dhe miqve tanë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë kërkuar që ne të marrim ndonjë vendim i cili do të bijë në ndesh me interesat qoftë të sigurisë nacionale amerikane, po qoftë edhe të sigurisë nacionale dhe perspektivës Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Ne vendimet LDK-a shquhet për dialog. Kështu që ish kryeministri ka parë në pushtet duke thonë se ne do dialogojmë me serbët e Kosovës, por nuk do dialogojmë me serbët jashtë Kosovës. Natyrisht që duhet dialogohet edhe me serbët e Kosovës, edhe duhet gjendet mënyrat më të mira zgjidhjes, por nuk diskutohet asnjëherë vendimet cilat janë në zbatim të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Pavarësisht nga kush vinë, LDK-a do të veprojë në zbatueshmërinë e këtyre ligjeve dhe kushtetutës, qoftë edhe përdorimin e forcës policore apo nëse bazat edhe ushtarake. Faleminderit.